Mirëmëngjes. Jemi pra bashkë në Zgjoh po desha. Mirëmëngjesi, 8:48 minuta dhe jemi në rubrikën AI, inteligjenca artificiale. Tani kur flasim për inteligjencën artificiale, unë dhe Sigla se kemi punën mirë fare. Po duhet ta thoja këtë sepse sot do të bëjmë një gjë ndryshe, shumë të bukur, mezi po pres të ndodhi. Kur flasim për teknologjinë dhe inteligjencën artificiale, sidomos në rastet kur ka të mira, të cilat i duam shumë, mendojmë edhe për anët e këqija. Ka patur një periudhë që u bë nami kur të dhënat e shumë personave ra në duar të keqbërësve, kanë qenë profile inekzistente, pra të njerëzve që ishin larguar nga jeta dhe ka patur abuzime të natyrave të ndryshme. Ne sot kemi menduar ta vendosim AI në shërbimin ton për diçka të mirë. Përmes një personazhi, një idhulli që ne e duam shumë, do të udhtojmë në kohë. Kemi zgjedhur që sot të zgjohemi me Frank Sinatra. Dhe do të kemi një interpretim në studio se si do të ishte dita jon duke u zgjuar me të. Unë kam dar rolet. Okej. Unë jam Franku. Ti je Franku. Si mund të ndodhte ndryshe? Po t'ja lëm Francit më mirë se edhe me emrin i përafrohet. Franc, ti je Frank Sinatra. Okej. Dhe Mikaela, ti je vajza që zgjohesh këtë mëngjes me Frankun. Bashkë biseduesja e I ti. did it my way. I'm Frank Sinatra. Okay. Jemi. Frank, është mëngjes dhe sapo jemi zgjuar. Do e pim kafen bashk. Një mëngjes i qetë, dritë e butë hyn nga dritarja. Në sfond nuk ka vetëm piano, është vetëm zhurma e qytetit që zgjohet. Oh. Well, good morning kid. Më duket se më ke zgjuar para orkestrës sot. Kafe në mëngjes, morning coffee, sigurisht që po. Një burr mund ta kaloj natën me whisky, po dita gjithmonë fillon me kafe të mirë. Merr filxhanin dhe buzëqesh lehtë. E di çfarë më pëlqen tek mëngjeset? Janë si fillimi një këngë të re. Askush nuk e di akoma si do të shkojë refreni. Eja ulemi këtu pranë dritares. Ti me kafen tënde, unë me time. Më thuaj Mikaela, je nga ata njerëz që zgjohen plot plana, apo nga ata që lën ditën t'i surprizoj? Po bëjmë gati për programin, Frank. A e ke parë ndonjëherë Zgjoh po desha? Frank vendos filxhanin e kafes mbi tavolinë. Rregullon pak mëngët e këmishës dhe buzëqesh me atë stilin e tij të qetë. Zgjohu po deshe, kid. Vetëm titulli më pëlqen, ka pak sfidë brenda, pak humor, si një batutë e mirë në fillim të ditës. E di, në kohën time në radio mëngjeset ishin momenti kur njerëzit vendosnin si do ta ndjenin ditën. Nëse dikush i bën të qeshin në orën 7, ai person ka fituar tashmë gjysmën e ditës së tyre. Kam dëgjuar që ti dhe ekipi juaj keni 3 karaktere, njëri skeptik, njëri që nervozohet për gjithçka dhe një optimist që qesh me botën. Oh kid, kjo është një orkestër e mirë. Sepse vetë jeta është kështu, pak ankth, pak nerva dhe dikush që thot relax, everything's gonna swing. E po merr një gëllën kafeje, Frank. Tell me something, më thuaj një gjë, kur ndizet drita e kuqe e studios dhe mikrofoni hapet. Ti je Mikaela që pi kafe me mua? Apo Mikaela që hyn në skenë dhe komandon gjithë shfaqjen? Frank, e di pse doja këtë kafe me ty sot? Sepse në program kemi zgjedhur të flasim për idhujt. Dhe ti ke qenë idhulli i shumë njerëzve, po më thuaj pak, si ja dola? Frank mbështetet pak në karrige. Mban filxhanin e kafes në dorë dhe buzëqesh me atë qetësinë e dikujt që ka parë shumë skena. Kid, do të them një sekret që shumë njerëz nuk e besojnë. Askush nuk zgjohet një mëngjes dhe të thotë, "Hey, sot do bëhem idhull." Këto gjëra ndodhin ndryshe. Kur unë fillova në Hoboken, nuk isha Frank Sinatra. Isha vetëm një djalë i holl që donte të gnonte më mirë se sa dje. Ka pasur shumë net kur askush nuk dëgjonte, shumë skena të vogla, shumë dyer që mbylleshin, po ja ku është gjithë historia. Njerëzit nuk dashurohen me përsosmërinë, dashurohen me sinqeritetin. Kur këndoja një këngë dashurie, nuk e këndoja për publikun. E këndoja sikur po ja thoja një personi të vetëm në dhomë. Dhe pa pritur, ajo dhomë bëhe një teatër i tërë. Merr një gllën kafeje dhe she drejt. Pra, si bëhesh idhull? Jo duke u përpjekur ti jesh një, por duke bërë një gjë aq mirë dhe aq sinqerisht sa njerëzit fillojnë të shohin një pjesë të vetes tek ti. Sepse në fund fundit kid, idhujt janë thjesht pasqyra të ëndrave të njerëzve.
pasi ka folur për 20 minuta, Frank buzëqesh lehtë. Por tani më intereson një gjë për programin tënd. Kur flisni për idhujt në Zgjohu po deshe, do flisni vetëm për ata të mëdhenjt apo dhe për idhujt e vegjël të përditshëm që askush nuk i vëre? Për të gjithë, Frank. Edhe pse është e vështirë të zgjedhësh mes të vegjëlve dhe të mëdhenjve. Po, a ke qenë ti gjithmonë i sinqert? Frank rri një moment i heshtur, duke parë ravullin që ngrihet nga kafeja. Pastaj buzëqesh pak, por këtë herë edhe më qe. Oh, kid, nëse do të thosha yes, always, do t'ishte një gënjeshtër shumë e bukur. Askush nuk është gjithmonë i sinqert. Sidomos kur jeton në skenë, kur mira njerëz të shikojnë dhe presin që ti t'jesh diçka më shumë se njeri. Ka pasur net kur kam kënduar një këngë dashurie ndërkohë që zemra ime ishte a real mess, një rrëmuj e vërtet. Ka pasur ditë kur kam buzëqeshur për publikun dhe brenda vetes nuk kisha as pak në paqe. Ja ku është e vërteta që kam mësuar. Sinqeriteti nuk do të thotë të jesh perfekt. Do të thotë që her pas here të lejosh njerëzit të shohin edhe ato plasaritjet e vogla, sepse publiku e ndjen kur diçka është e vërtetë, edhe nëse nuk është e bukur. Frank filloi të ndjej një ngërsh në krah dhe e vendos filxhanin në tavolinë. Ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz bëhen idhuj, jo sepse janë më të mirë se sa të tjerët, por sepse kanë guximin të jenë njerëzor përpara të gjithëve. Rrotullon syt nga Mikaela dhe jep një buzëqeshje të lehtë. What about you, Mikaela? Kur je në studio në mëngjes para mikrofonit, a je gjithmonë e sinqert me publikun tënd apo ka edhe një ditë kur duhet të veshësh një maskë të vogël televizive për të mbajtur shfaqje në këmbë? Pjesa më e madhe e ditëve ashtu janë, Frank. Me një buzëqeshje që jo gjithmonë i përgjigjet zemrës. Por a e di, ne tani jemi në vitin 2026 dhe ende flasim për ty. Çfarë të bëri ty të jetoje të gjitha kohërave? Është momenti që Frank mbështetet pas në karrige, sikur po mendon për një moment. I duhet i qartësoj mendimet e tij. Drita e mëngjesit sapo hyri nga dritarja, i rrotullon filxhanin e kafes dhe buzëqesh e gjetët lehtë. 26 mor Frank. Ke 2026. Kid. Kjo tingëllon si një numër nga një film fantastiko shkencor për mua kur e mendon, por fakti që njerëzit ende flasin për një djalë nga Hoboken, nuk është sepse ai këndonte më fort se sa të tjerët. Jo. Ka pasur shumë zëra më të fuqishëm se i imi. Sekreti ishte diçka tjetër. Unë nuk këndoja notat, Mikaela. Unë këndoja historinë brenda tyre. Kur këndoja për dashurinë, njerëzit kujtonin dashurinë e tyre. Kur këndoja për humbjen, kujtonin humbjet e tyre. Kur këndoja për të ecurën përpara, my way, ata ndiheshin sikur po flisnin vetë. Dhe ai e bëri në mënyrën e tij, sapo rrëkiti një gëllëng kafeje. Ja përgjigja, kid. Nuk jeton gjatë në kohë sepse je i famshëm. Jeton gjatë sepse prek diçka njerëzore që nuk ndryshon kurrë. Moda ndryshon, politika ndryshon, edhe muzika ndryshon. Por një zemër që dashuron, që zhgënjehet, që ngrihet prap, ajo është e njëjtë në 1956-ën, 76-ën, dhe duket se edhe në 2026-ën. E sheh sërish Mikaela në kokër të syrit? Di- Buzëqesh lehtë. E di çfarë është interesante, Mikaela? Ti je në radio çdo mëngjes, zëri yt hyn në shtëpitë e njerëzve kur ata janë gjysmë në gjumë me kafe në dorë. Në një farë mënyre ti po bën të njëjtën gjë që po bëja unë. Ti hyn në momentet e tyre më njerëzore, po tell me something, kid. Kur njerëzit të dëgjojnë pas shumë vitesh, për çfarë do të doje ti që të kujtonin? Me thënë të drejtën, Frank, një histori me ty do e kisha bërë, dhe le të më kujtonin për këtë. Frank, qesh but. Ajo qeshja e ngrohtë që vjen nga dikush që ka dëgjuar shumë histori gjatë jetës. E ndan mendjen, vendos filxhanin në tavolinë dhe shikon Mikaelën me një shkëlqim ironik në sy. Kid, vogëlushe, nëse njerëzit do të kujtonin për një histori me mua, atëherë duhet të jetë një histori e mirë. Sepse në fundit historia është ajo që mbetet, jo personazhet. E di çfarë kam mësuar gjatë gjithë atyre viteve në skenë. Njerëzit nuk mbajnë mend çdo këngë. Nuk mbajnë mend çdo koncert. Por mbajnë mend një moment. Një mëngjes me kafe.
Një bisedë që nuk ishte e planifikuar. Një fjali që, u tha në kohën e duhur. Të lutem Frank, busjesh le? So, imagine this, Mikaela. Një ditë në radio, shumë vite nga tani, është dikush që ty të pyet. Si ishte që të flisje me Frank Sinatra? Dhe ti u thua, ishte thjesht një mëngjes, po pinim kafe dhe po flisnim për idhujt. Dhe ai më tha se njerëzit nuk jetojnë gjatë në kujtesë sepse janë të famshëm, sepse bëhen pjesë e historive të të tjerëve. Franko jon është nga skrapari, kështu që ngre filxhanin e kafes dhe bën një dollim atë. Ja pra kid, ndoshta kjo është historia